Arsyet janë jashtëzakonisht të shumta, por sigurisht se kam pa edhe tentativa për ta zvogëluar, sigurisht që ka edhe ndjeshmëri ekologjike. Gjeneratat e reja po rriten një qytet të përmbytur me beton, ku nuk merr dot frym, ku s'ka më as lulishte, ku s'ka më absolutisht as edhe një lloj parku, ka një farë ndjeshmërie ekologjike edhe ambientaliste. Jo vetëm si kauz kështu universalizëm abstrakt, si kauz me cilën ata e ndjekin për shef, po është si domosdoshmëri për me pas jetë cilësore edhe të shëndetshme. Sot në Tiranë ka ngel vetëm parku i Liçenit, një vend ku mund të shkosh. Po të shkosh ke parku duhet më shumë si pazar, se sa i park, si një lulishte. Mirë, atëherë, Klodi, në fakt, kur nisi dhe dita e parë protestës dhe ajo që ndodhi në Zvërnec, pati një përplasje mes kryeministrit të Shqipërisë Edi Ramës, por edhe Greqisë, dhe më pas nga vetë kryeministri Edi Rama u tha se në këtë protesta po ndërhyn edhe Irani. Si ke parë të gjithë të kontradita që ka ndodhur nga kryeministri? Kjo është gjëja më e neveritshme edhe ndjes për fjalorin, sepse një kryeministri nuk i lejohet që të përmend edhe ta shfrenoj gjuhën në këtë mënyrë, t'i quajë bashkëqytetarët e tij agent i Iranit, agent grekut, spion serbit. Mjafton thjesht dalësh në bulevard edhe të shohësh se bulevardi është përplot me të rinj, domethënë edhe të reja, të cilat nuk kanë lidhje, nuk kanë qenë besoj kurrë as në Iran, as në Serbi, edhe dyshoj nëse kanë qenë ka pas edhe i nënkuptim të poshtër, sepse aty afër mund të ketë minoritet ose i pakic minoritare greke dhe qeveria e cila shet territore, fal territore për amnisti personale, jetë shkurtra dhe të paqëndrueshme, se në fund ditës Donald Trumpi në Amerikë edhe 2 vite do jetë president, dhe nuk e dim se sa mund ta blej lirinë e tij vetjake Edi Rama. Madje as 2 vite nuk mund ta themi, sepse në nëntor janë zgjedhjet për kongresin, ai mund ta humbas edhe kongresin, edhe kompetencat dhe fuqitë e tij të kufizohen ndjeshëm. Prandaj to kanë qenë super problematike, kam pa edhe eksponent tjerë të Partisë Socialiste që nga Ardit Bidos, desha mi thonë zoti Bido, po këta nuk meritojnë as zoti, as domethënë për vendimin tim janë fundi i kavallit, domethënë fundi i dynjas. Taulant Ballën edhe tjerë që shfrenohen me gjuhë shumë të rrezikshme. Pse të rrezikshme? Sepse këto janë gjuhë që thrasin për dhunë. Momentin kur ti e quan që protestoni qytetar të zakonshëm, agent, tradhtar, më thejt thash, kjo është i thirrje për dhunë. Dhe në fakt agenti dhe tradhtari është ai që po shet territorit e Shqipërisë, jo qytetari i zakonshëm që merr i flamur dhe del në protestë. Po këta janë edhe kozmopolit që shahin njerëzit kur ju konvenoni, quajnë padijshëm, ignorant, nuk e kuptoni dot ju vizionin ton, edhe bëhen nacionalista kur ju konvenon, edhe këtej bëjnë tregti me territoret, edhe andej domethënë bëjnë alianca me Vučićin edhe lloj satrapit mundshëm edhe autokrati ballkanik. Unë nuk i kuptoj, këta janë një klikë degeneruar që s'kan as koherencë, as ndërshmëri, as perspektivë, edhe njerëzit e kanë kuptuar këtë, domethënë këta nuk mund ta çojnë askund tjetër përveç se në humner. Është i klik, establishmenti i cilës sot është 90% e cilëve, e njerëzve me cilët Edi Rama ka në pushtet në 2013 sot është mburë, ose është akuzuar në prag të burgut për korrupsion. Qytetarët e kanë kuptuar këtë, këta s'mundën se çfarë të na japin më, përveç se shpifjes, përveç se korrupsionit, edhe përveç se shfaqjeve të turpshme, siç janë edhe shfaqjet e Edi Ramës, i cili duket sikur është shfazuar mendërisht dhe nuk e ka më idenë se çfarë thotë. Po të dëgjosh, për shembull, mitingun e tij, po bën edhe antimitingje që s'ka, do të thonë, as në 91-92 nuk janë bë kur ka ndrruar i regjim që kishte 40 vjet, 45 vjet në pushtet, nuk janë bë antimitingje të këtij lloji, dhe gjuha e tij në Elbasan më duk e rrezikshme, më duk e çuditshme, seksiste, se si po intimidonte vajzat edhe gratë e këtij vendi që dalin
në protest, mënyra si u drejtohet qytetarëve, ai është tipik një uzurpator i cili ka lyp mendsh. Kuptimin që nuk ka absolutisht asnjë lloj lidhje me protokollin, me etikën, me përgjegjësinë, madje edhe i thirrje tjetër e rrezikshme e Edi Ramës, mu duk edhe kjo që ju jeni përballë 800.000 votave tona. Kjo është një thirrje, më në kuptim kjo është një thirrje e tërthort për luftë civile. Në kuptimin që ju jeni sa doni në rrugën kam 800.000 vota, po e para askush nuk i ka dhënë ty ato 800.000 vota për me shit Zvërnecin. E dyta ne gjysmë atyre 800.000 vota janë marrë përmes kërcënimit, e tha edhe raporti i OSBE-s përmes shfrytëzimit maksimum të administratës, parave, lidhjeve me bandat. E treta, kush nga këto 800.000 vota do dalë që të përplaset edhe të konfliktohet me bashkëqytetarët e vet për me mbrojtje Edi Ramës. Po ta dëgjosh edhe gjua e Edi Ramës është i gjuhë prej kamikazi. Ju thot njerëzve aty që rrugën do ta çojmë bashkë deri në fund. Pra do të përfshi në anijen e tij që po mbytet, ai do të përfshi sa më shumë njerëz, do të fshihet pas njerëzve, pavarësisht se kur e ka bë poshtërsinë nuk i ka marrë fare në konsiderat njerëzit dhe interesat e tyre. Ndërsa tani thot se ne jemi gjithë bashkë. Jo, nuk janë gjithë bashkë. Ky është i pazari individual i Edi Ramës për amnistinë e tij personale politike, për me ndërtu i lidhje, i kanal komunikimit paqëndrueshëm, afatshkurtër, geopolitik me presidencën në SBA. Por unë mendoj se edhe kjo që po ndodh në rrafshin ndërkombëtar që është problematizuar shumë si çështje, mendoj se nuk do t'i falet as nga vetë ata cilve Edi Rama do t'i bëj miq, nuk do t'ja falin faktin pse ka kriju kaq shumë zhurmë ndërkombëtarisht. Sepse Rama ka menduar që do ta kryej marrëveshjen shpejt e shpejt, do ankohen dy ambientalistë dhe nuk do të ketë një përmasë kaq të madhe. Ndërkohë ai ka një javë që i kanë nxjerr bojën jo vetëm vetes, po i kanë nxjerr bojën dhe po diskrediton edhe familjen e Trumpit, edhe njerëzit e tjerë. Në këtë kuptim, po ta shohësh në gjitha gjasat e Edi Rama është i marrë fund, nuk ka më legitimitet, nuk ka më se çfarë të thotë. Ai nuk ka më, për shembull, ai nuk ka më as i punë, as i reformë përmes cilës mund të mburri. Qose e kujtoni ka pas bashkëqeverisjen, rilinjen urbane, bujqësinë. Edi Ramës i kanë rënë gjitha reformat e mëdha, i kanë rënë gjitha pikat, i ka rënë gjithë retorika dhe ai i ka mbet vetëm Bashkimi Evropian. Na flet për Bashkimin Evropian, duke na trajtuar edhe si budallë, ja thu se ne jemi i ishull i izoluar, edhe Bashkimi Evropian është parajsa mbi tokë, ai Edeni ku gjithë do të kthehemi një ditë. Në këtë kuptim, ai po e mban pushtetin përmes forcës, përmes frikës, përmes propagandës, antimitingjeve, ndërkohë gjitha format e tjera të legitimitetit demokratik i kanë rënë. E qartë. Mirë, Klodi, kemi arritur në fund, falenderoj për çdo informacion, ishte tepër kënaqësi. Faleminderit shumë. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij programi dhe për ditën e sotme, ku në pjesën e parë u ndalëm tek ajo çka po ndodh tashmë në lindjen e mesme dhe përplasjen mes presidentit të SBA-s Donald Trump dhe kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu, dhe në pjesën e dytë u ndalëm tek ajo çka po ndodh tashmë për Zvërnecin, por edhe protestat në vendin tonë. Në sotme, pashtu që jemi sërish nesër, deri atëherë mirupafshim.